Se nga që më dunë shumë edhe ndoshta po më konvenojnë me që më këtu në mesin tonë. Shko thire? Thire Malin, thire Kristin, thire Rogertin, thire Kudion. Thire Mirë, të shko thire Mirin. Po, okej, në rregull. Apo shko në thire? Unë Mirin kundra teje nuk e kam thirë në herë, po shkoj për e thras. Për e thras. Ose mësa, Miri nuk ka ardhë në herë me thënë ty Kudion. Bravo Selin, sa vajzë drejt je, se ky po të përdor, se ky ka ardhë me qëllime të qarta, bla bla bla, se thash. Am tha prom ti mu qito, am tha prom ti mu qito që Miri nuk ka vetë për ty kur. Dëgjo. Am ke vetë? Po, edhe mu ngënjë dhe thash jo. Unë që tashti, unë kër fulla me Miri më tha po. Jo, ja të them unë, se unë fulla pas te fulla unë me Mirin, po ja një sikon. Që ke problemi jam, që shkova në më full vetë, se u tash më konë edhe tjatë. Super, tani, unë shkova pas te me Mirin dhe i thash, Miri, si s'ka arti me më pyet një herë, më Selin, ti po rrin ka shumë me këtë çunin, çfarë të ndjen ti për këtë djalin, ose çfarë raporti ke? Unë tha të kam pyet. Pyetja e Mirit ka qenë, çfarë po bën me Gimbon? Nëse ty të duket e drejtë si pyetja, unë po e konsideroj që më ka pyet. Dhe unë e thash, dhe ato pyetjen që ke thënë, çfarë po bën me Gimbon, ka qenë tendencioze. Se çfarë po bën me Gimbon, Gimbon nuk është top basketbolli dhe unë po luaj me Gimbon. Çfarë po bën? Thuhet Robi, çfarë marrëdhënie ke kriju ti me Gimbon, çfarë raporti ke me ti me Gimbon, ose si është, si po ju shkon? Si po ndihesh ti me Gimbon, se unë jam njëri që ty të prek, nëse unë jam mirë ose kesh ty të prek, apo jo. Dhe unë nëse do vite një vajzë dhe Miri do rinte shumë, do vija do thoya që Miri, ama si po shkon ku diun raporti jot me filanën. Dhe tha, jo tha, unë tha nuk e kam bërë Miri si Miri, tash mua nuk pëlqen që po i drit fjalët, sepse mua çfarë po bën me Gimbon, mua më vjen të kthej një përgjigje po aq tendencioze. Dhe unë kam thënë, mua me Gimbon po jetoj. Dhe kam thënë se te unë. Taj që aty. Prit tani, një sekond. Dhe kam thënë, dhe më ka thënë, ty Gimbon po të merr shumë kohë nga loja. Po. Edhe që kështë problemi ti në mesin ta në dhe tonë është problemi ti shikë, se më tha sot që të probleme tonë. Se shkove vetë, onë qëfar problemi ki ti? Okej, i imi cili është. Apo ti ke problemin e mirë. Nëse ke problemin e mirë, atë Petrasin mirë, Petrasin Malin dhe bëjmë një diskutim grup. Ja, ajo s'kom problem, unë e heq. Okej, ti çfarë problemi ke me mu? Unë e di çfarë problemi ke me mu. Falë se bërë për një. Unë e di çfarë problemi ke me mu. Tani, unë e dija që kur ndodhte kjo situata dhe kur të sqaroj, si që mendova që tu ta dash në sqarim, unë e di që kjo situata nuk do shuhej. Se ti theu, unë DJ Gimbo, ty kur më në jetë nuk ta përmendi. Ata ku përmend mo? Po kush ta që ma përmende ti? Por ama, ne jetojmë në një shtëpi që mua më duan shumë. Të gjithë, nga shoku jot i pari, dhe deri te shoku im i fundit. Më duan shumë, kupton? Dhe unë po të them, duke qenë se ty në këtë situatë, ti ke dali lartë, ti ke dali korrekt se erdhi Juela, erdhi Tani, erdhi Mali, erdhi Filani, Fistiku, ta tha që ti Gimbo bravo të qofe, ke tregu veten, ke gjithë djalë drejt. Po ata e thuajnë, këtheu 10 sekonda mamas, këtheu 10 sekonda mamas. Një sekond. Tani ti e djali drejt, shumë i mirë, shumë rregull me veten tate. Tani në mesin tonë unë që kam njeriu i keq. Dhe unë po të them, Gimbo, që ty mos të cënohet, ku diun, gjëja jote, ti bëj çfarë ndjen për të bërë. Kaq. Tani rregullova. Rregullove pak, ti na pak çilta pak, në rrjetë pak sa. Lloje pak, këtë do të ket pak në furr. I bëmë diçka pak. Në rrjetë pak sa. Andrejse pak, apo? Qa te më të? I zdo. Heco? Jo. Hecmëre? Hecmëre? Okej. Unë tash ti bëjt? Kesh. Që edhe unë sugjeroj që ti ta mendosh mirë, unë si Selin nuk mërzitem, se mu Selin nuk e ka jetën Big Brother. Bëjmo, ti këtë se më gatuj shumë mirë, edhe ti e din, e ke provu, po ashtu Dhe unë sugjeroj me vazhdu vetëm. Dëgjo, unë me vërtet se s'po ta them vetëm, as nuk po them unë duaj që ti të vazhdosh vetëm. Por ama, unë po them që duke qenë se ti e djalë shumë i drejtë, i mirë dhe shumë i pastër në këtë lojë, të kanë ardhur edhe shumë mesazhe të bukura sot, që gjitha ishin me po rënë sa je move. Jo. Po. Të 2 mesazhe kanë. 2. Po s'ka ishin 1, ishin 2, mos them që ishin 3. 2